Ramazani është një muaj i cili na edukon, një muaj i cili na mëson, është një muaj në të cilin ne e mësojmë vetë përmbajtjen, një muaj në të cilin ne e adhurojmë Allahun te bareke ve taala dhe e mësojmë se si të adhurojmë Allahun edhe për gjatë muajve të tjerë. Pra ne nga Ramazani duhet t'i marrim mesazhet e tij dhe jo vetëm ta përkufizojmë atë në atë se vetëm çka është e lejuar, çka është ndaluar, sa orë agjerojmë e kështu me radhë. Mirë po Ramazanin ta marrim si një muaj i cili na mëson se si të përmbahemi, një muaj i cili na mëson se si ta dirigjojmë veten tonë, si ta kontrollojmë veten tonë, një muaj në të cilin ne me të vërtetë e përdorim atë dhe e klasifikojmë atë si një shkollë e cila na mëson se si ta adhurojmë Allahun te bareke ve taala edhe për gjatë muajve të tjerë. Pra në këtë kuptim Ramazani nga një kënd vështrim ndryshe don të thotë kjo, pra që ne t'i marrim mesazhet e Ramazanit dhe ato t'i përjetojmë dhe t'i praktikojmë në jetën tonë dhe të jetojmë pas Ramazanit me mesazhet të cilat i kemi mësuar në muajin e bekuar të Ramazanit, me edukatën të cilën e kemi marrur në muajin e bekuar të Ramazanit e kështu me radhë.